Zjarri i 2 ditëve më parë në debatin publik përfshiu në diskutim ekspertizën e shumë fushave të ndryshme. Shoqata e siguruesve të Shqipërisë reagoi përmes një deklarate zyrtare për interpretimet e gabuara të disa jo profesionistëve të fushës së sigurimeve. Mbulimi lidhet me pasojën e ngjarjes dhe jo me klasifikimin e shkakut, deklaroi shoqata. Në rastet kur zjarri shkaktohet nga defekte elektrike apo burime të tjera aksidentale, dëmet e shkaktuara nga zjarri dëmshpërblen në përputhje me kushtet e kontratës, shkruaj në deklaratë. Top News takoi ekspertin e sigurimeve Ogert Shkrepa, njëherë kryetari produkteve të reja pranë shoqatës së siguruesve shqiptar. Të tjera kompaniat e sigurimit, në bazë të miratimit të kushteve të bëra nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, çdo lloj dëmi aksidental, qoftë ky që shkakton një zjarr në pronë, paguhet nga kompania e sigurimit dhe pastaj ti drejtohesh fajtorit që ka shkaktuar dëmin. Që të lidhet interesi i sigurueshëm, prona të ketë një certifikat pronësie, të jetë e banueshme dhe zjarri të jetë aksidental. Në lidhje me dokumentacionin e marrjes në sigurim, eksperti i lartë i sigurimeve Shkrepa tregoi se si praktik merren të gjitha pronat me certifikat hipotekore, por nëse klienti vërteton të drejtën mbi pronën, ajo mund të sigurohet edhe përmes një kontrate sipërmarrjeje me ndërtuesin, leje legalizimi ose aplikim për leje legalizimi. Eksperti Shkrepa apeloi se sigurimi i pronës është zgjidhja e dur dhe mbrojtja më e mirë financiare për qytetarin. Ai e konsideroi shumë të lirë, maksimumi 100 euro për 100 metra katror në Tiranë. Ai shtoi sugjerimin për sigurimin e përgjegjësisë ndaj fshinjit, i cili për 30 euro në vit mund të mbulojë dëmet që një aksident në pronën tënde mund të shkaktojë në pronën fshinje deri në shumën 20.000 euro. Njerëz që nuk e dinë se si mund ta ketë një ndërtues pronë ti, shko blej një pallat të ri dhe ti nuk e di se si ka bërë ai instalimet elektrike, si ka bërë ai instalimet hidraulike. Dhe brenda një javë apo brenda një muaji ti mund dëmtosh dhe komshiun poshtë, sepse të çajë një tubuaj ujë dhe i bën dëmtime paketit të komshiut poshtë. 30 milion euro dëme në pronë pagoi industria e sigurimeve sipas raportit zyrtar të AMF për vitin 2025.